përdoruesi i Reddit Asserted Skirted thot se kamerat e aktivizuara nga lëvizja regjistruan diçka në mes të natës, por jo diçka që e kishte parë më parë. Vëzhgoni pjesën e poshtme të derës së garazhit. Diçka duket se rrëshqet poshtë saj, por ngjan me një hije. Ndoshta është një entitet hije i panjohur. Në një regjistrim tjetër, gjuetari fantazmave Maman vendosi të kalonte natën pranë një liçeni të magjepsur dhe të frikshëm. Në mes të natës, ai u zgjua nga zhurmat e çuditshme jashtë tendës së tij, duke ndjerë menjëherë një ndjenjë tmerri dhe pasigurie. Ai kontrolloi kamerën e sigurisë që kishte vendosur pranë kampit dhe ajo që pa e la pa frymë. Një figurë pa kokë po ecte ngadalë përpara kampit të tij, duke krijuar një pamje të tmerrshme që dukshëm sfidonte logjikën dhe realitetin. Zëri i erës përzihej me britmat e shtypura të figurës së pa identifikuar, duke e bërë çdo tingull dhe lëvizje të duket si një kërcënim i drejt për drejt. Ai riftohti natës dhe hijet që lëviznin mes pemëve shtonin ndjesinë e pasigurisë, duke e bërë momentin akoma më të frikshëm. Pamja e figurës pa kokë, e cila lëvizte me një ritëm të ngadaltë dhe të qëllimshëm, krijonte një kontrast të tmerrshëm me heshtjen e natës. Ky incident demonstroi fuqinë e natyrës së padukshme dhe pasojat e pranisë së përjetshme të frikës. Çdo shikues mund të ndjejë tensionin dhe ankthin e momentit, si dhe izolimin e plot që përjetoi Maman, ndërsa ishte i vetëm pranë liçenit. Ky video ishte një kujtesë e fuqishme se frika mund të bëhet reale dhe se disa vende, të përshkruara nga misteri dhe legjenda, mund të shfaqin fenomene të pashpjegueshme që lënë të gjithë të tronditur dhe të hutuar. Një burr po xhironte dy shokët e tij që po prisnin barin për të vendosur një reklam. Ai nuk e priste, por papritmas një figurë e çuditshme doli nga brenda kabinës së vogël përballë tyre. Pamja u regjistrua qartë nga kamera. Figura ishte jashtëzakonisht e gjatë, e veshur me të bardha dhe kaloi brenda kabinës duke lëvizur në heshtje, pa lënë asnjë shenjë të pranisë së saj. I mahnitur dhe i trazuar nga ajo që sapo pa, burri vendosi të shkojë dhe të kontrollojë vendin. Ai u përpoq të hynte në kabinë për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur, por nuk gjeti asnjë gjurmë të figurës. Pamja e regjistruar e kishte bërë situatën edhe më të çuditshme dhe misterioze. Ndërsa shokët e tij vazhdonin të përfundonin punën, ai nuk mund të ndalonte mendimet mbi atë që sapo kishte ndodhur. Çdo detaj i figurës së bardhë, gjatësia dhe mënyra e lëvizjes mbetën të ngulitura fuqishëm në kujtesën e tij. Çdo lëvizje e saj duke e qëllimshme dhe pa ndonjë arsye të dukshme, duke e bërë gjithë skenën të duket edhe më e pabesueshme dhe e frikshme. Në korrik të vitit 2020, kanali në YouTube i quajtur Terrifying TV publikoi një video ku shfaqej eksplorimi i një shtëpie të braktisur, e cila pretendohej se ishte e përhumbur në një vendodhje që nuk u bë kurrë publike, që në momentin kur ekipi hyn brenda, bëhet e qartë se ndërtesa ka kaluar kohë shumë më të mira. Dyshemeja është mbuluar me mbeturina dhe copa të rënuara, ndërsa muret e dëmtuara dhe mobiljet e pluhurosura tregojnë se askush nuk ka jetuar aty prej vitesh. Atmosfera ndihet e rëndë dhe heshtur. Rreth 2 minuta pas fillimit të hetimit, një nga antarët ndalon papritur dhe thot se dëgjoi një zhurmë të çuditshme që e shqetësoi. Të tjerët përpiqen ta shpjegojnë si tingull nga struktura e vjetër ose era që hyn nga dritaret e thyera. Megjithatë, vetëm pak minuta më vonë, dëgjohen sërish tinguj të frikshëm, gjë që i detyron të lëvizin me më shumë kujdes. Ndërsa vazhdojnë të kontrollojnë çdo dhomë, tensioni rritet. Në një moment, një nga hetueset betohet se dëgjoi hapa pranë saj. Ishte një hap tjetër. Dave, këtë herë ishte pikërisht pranë meje, në atë dhomë, po më bën shumë nervoze. Kjo rezulton të jetë vetëm fillimi i disa ngjarjeve të tjera shqetësuese që Terrifying TV
arrin të regjistroj atë natë. Pamjet e radhës vijnë nga subredditi UFO dhe u shpërndan nga një përdorues me emrin CDS725. Videoja u regjistrua në Trinity, Carolina e Veriut, më 7 gusht 2025, rreth orës 10:47 të mbrëmjes sipas kohës ST. Sipas informacionit të dhënë, ajo u filmua me një iPhone 16 Pro Max nga një burr i quajtur George. Thuhet se George ja dërgoi klipin përdoruesit të Redditit sepse e di se ai ka një interes të veçantë për fenomenin e UFO-ve. Pa humbur më shumë kohë, le të analizojmë atë që shfaqet në pamje. Edhe pse videoja zgjat vetëm 8 sekonda, ajo arrin të jetë mjaft intriguese. Në fillim, shihet një pikë vetme e bardhë në qiell, e cila qëndron pothuajse e palëvizshme për disa çaste, pa treguar ndonjë aktivitet të dukshëm. Papritur dhe pas një paralajmërim, kjo pikë përshpejton me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe largohet nga kuadri brenda një momenti. Reagimi i Georgit është plotësisht i kuptueshëm, pasi ajo që sapo pa nuk është diçka e zakonshme. Momente të tilla janë arsyeja pse disa njerëz besojnë se po përballen me diçka vërtet anormale. Shpejtësia e menjëhershme dhe ekstreme duket shumë përtej asaj që do të prisje nga një objekt i zakonshëm, veçanërisht duke marrë parasysh sa statik dukej më parë. Megjithatë, ka edhe skeptik. Disa sugjerojnë se klipi mund të jetë krijuar në mënyrë digjitale, edhe pse lëvizja duket e rrjedhshme dhe bindse, mungesa e kontekstit dhe kohëzgjatja e shkurtër lën hapësirë për dyshime. Pa më shumë informacion nga publikuesi, gjithçka mbetet e hapur për interpretim. I konsideruar si një nga pamjet më të frikshme të vitit 2019, jo vetëm një, por disa video na vendosin në kontekstin e historisë së një roje që prej kohësh përjetonte gjëra shumë të çuditshme në varrezat ku punon. I lodhur dhe i tallur nga mosbesimi i të tjerëve, ai vendosi të nxjerrte telefonin dhe të dokumentonte gjithçka. Sure there's nobody in here? Anybody in here? Hello? I'm gonna catch this son of a bitch. Door was open again. Hello, security? Okay. I don't know how the hell they keep opening these. Hello? Yeah. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. I don't know where the hell these people are, or where. Jesus fucking Christ. Si esto no fuera suficiente, lo que ocurre después es realmente aterrador. All right, guys. There was somebody standing in the corner. I just saw that when my video uploaded, and what the fuck? The lights are flickering on and off. Hang on a second, guys. So, don't know what the hell is going on here, but I'm about to check this out. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Nope. Yeah, I'm fucking done. This is some spooky fucking shit going on here. Nope. This is why
my security officer fucking quit. Just so y'all can be witness here, I'm checking all this shit. I'm getting the hell out of here. This is my day off. Në qershor të vitit 2019, një kanal në YouTube i njohur si Satkill 3.23 publikoi një video që shfaqte një punëtor mirëmbajtje gjatë turnit të natës në një hotel pranë zonës Riverwalk në San Antonio, që në momentet e para vendi dukej jashtëzakonisht shqetësues. Hoteli dukej qartë i lënë pas dore nga koha, me korridore të zymta dhe dhoma që reflektonin një ndjenjë ftohtësie dhe trishtimi. Atmosfera e rëndë jepte gjithë ndërtesës një ndjesi të frikshme dhe të pakëndshme. Videografi ecën ngadalë nëpër një nga dhomat, duke vëzhguar me kujdes çdo cep, kur papritur, pas një paralajmërim, disa objekte fillojnë të lëvizin vetë. Ky moment e lë atë plotësisht të ngrirë nga frika. Aktiviteti i çuditshëm vazhdon për rreth 10 sekonda, përpara se videoja të ndërpritet papritur. Edhe pse klipi është i shkurtër dhe pa shumë veprime, shumë shikues e konsiderojnë ende jashtëzakonisht shqetësues. Të shohësh objekte që lëvizin pa arsye në një hotel të degraduar ka bërë që disa të besojnë se mund të jetë një prani e ngjashme me një poltergeist, sidomos për shkak të mënyrës së dhunshme dhe të papritur të lëvizjes. Të tjerë mendojnë se gjithçka mund të jetë inskenuar, pasi kamera nuk tregon atë që ndodhet jashtë fushës së shikimit. Sidoqoftë, përjetimi i diçkaje të tillë gjatë një turni nate i vetëm do të ishte mjaftueshëm për të friksuar këdo. Një kamerë CCTV e vendosur në verandën e një shtëpie regjistroi një djalë duke trokitur në derë me dëshpërim, duke kërkuar që ta lejonin të hynte brenda. Ai thoshte se po ndiqej nga një poçong. Mund të shihet një figurë e bardhë duke u kurcyer pranë portës disa herë, duke rritur panikun e tij. Ky video mund të jetë vetëm një montazh i krijuar me inteligjencë artificiale për argëtim. Megjithatë, mund të përdoret edhe si një paralajmërim për fëmijët, duke i kujtuar rreziqet e qëndrimit jashtë vetëm dhe rëndësinë e të kërkuarit ndihmë kur ndihen të kërcënuar. Gloria përjetoi një nga përballjet më të frikshme të jetës së saj kur një entitet i padukshëm, që ajo beson se ishte një shpirt, hodhi një thik të madhe kuzhine nëpër dhomën e saj. Për fat të mirë, thika nuk e goditi dhe ajo mbijetoi për ta treguar historinë, por trauma e asaj nate mbeti e gdhendur thellë në kujtesën e saj. Megjithatë, përjetimet paranormale të Silvias shkojnë shumë më tej në kohë dhe duket se janë bërë pjesë e përditshmërisë së saj. Në korrik të vitit 2020, ajo ngarkoi një video ku shihet sërish në kuzhinën e saj, një vend që duket se është qendra e këtyre ngjarjeve të pashpjegueshme. Në pamje, objektet duken se lëvizin pa asnjë arsye logjike, duke krijuar një atmosferë tensioni të vazhdueshëm. Edhe pse Silvia bën një përpjekje të madhe për të ruajtur qetësinë ndërsa gjithçka po ndodh rreth saj, zëri i saj e tradhton. Ajo tingëllon dukshëm e friksuar dhe e parehatshme gjatë incidenteve. Një komentues shprehu shqetësim të thellë për sigurinë e saj dhe Silvia u përgjigj duke e siguruar se deri tani nuk ishte lënduar. Ajo gjithashtu deklaroi se kishte plane të zhvendosej në një shtëpi tjetër për të shpëtuar nga këto ngjarje të frikshme. Megjithatë, duke parë se ajo ka publikuar video të tjera paranormale edhe kohët e fundit, është e qartë se zhvendosja ende nuk ka ndodhur. Shpresa e vetme është që ajo të arrijë të largohet sa më shpejt, përpara se këto përjetime të përshkallëzohen dhe të kthehen në diçka edhe më të rrezikshme.
Eksploruesi i njohur urban, Kres, nga kanali në YouTube, World Helale, vendosi të ndërmerte një aventurë që shumë të tjerë do ta konsideronin të rreziqme. Të eksploronte një tempull të vjetër masonik të braktisur në Cleveland, Ohio. Ky ndërtesë madhështore, ndërtuar në vitin 1916, ishte mbyllur që nga viti 1969, duke lënë brendësinë e saj në një gjendje degradimi dhe harrese, gjë që menjëherë tërhiqte vëmendjen e Kres. Qëllimi i tij ishte të dokumentonte arkitekturën dhe simbolizmin masonik, që ende ruhej mes kolonave të plasaritura dhe dritareve të mbuluara me pluhur. Sa po hyri, ai ndjem një ftohtësi të lagësht që dukej sikur depërtonte më thellë se veshja, një ndjesi sikur koha vet kishte ndaluar brenda tempullit. Ndërsa ecte me kujdes, duke fokusuar kamerën e tij, Kres ndjeu një shtrëngim të lehtë në shpinë, sikur dikush apo diçka e kishte prekur. Ai u kthye ngadalë, drita e dritares nxirrte çdo qoshe, por nuk pa asgjë. Pavarësisht tmerrit fillestar, vendosi të vazhdonte, i nxitur nga kurioziteti dhe vendosmëria për të përfunduar eksplorimin. Çdo hap që hapi i jehon në sallat e zbrazura, si të ndërtesave të përgjigjej ndaj pranisë së tij, duke përshpëritur sekretet e vjetra që vetëm ai mund të përpiqej t'i zbulonte. Ndërsa studionte një grup mbi shkrimesh të gdhëndura në gur, papritmas dëgjoi një buçitje pas shpinës. Një derë u mbyll papritur me forcë, duke ngjitur re pluhurin nga mobiljet e braktisura. Kres u tërhoq një hap mbrapa, i shokuar nga fuqia e goditjes, dhe atëherë pa. Një siluet spektrale, thuajse e padukshme, u shfaq për një moment përpara tij. Fytyra e zbehtë dukej sikur e shikonte, konturet e saj të mjegullta, por të mjaftueshme për të shkaktuar një frikë të thellë dhe instiktive. Figura u zhduk po aq shpejt sa u shfaq, duke lënë vetëm heshtjen e rëndë dhe shtypse të tempullit. Zemra e Kres rrihte fuqishëm ndërsa përpiqej të qëndronte i qetë dhe të regjistronte gjithçka me kamerën. Çdo hije, çdo reflektim, dukej sikur merrte jetë dhe lëvizte me qëllim të vetëm. Kjo përzierje e arkitekturës madhështore dhe degradimit, së bashku me shfaqjen e pashpjegueshme, bënte që atmosfera të ishte njëkohësisht e magjepsëse dhe tmerrshme. Kres e dinte që çdo zë apo lëvizje mund të fshehë një surprizë tjetër, dhe se tempulli masonik ruante sekrete që ndoshta kurrë nuk duhej zbuluar. Megjithatë, ai vendosi të vazhdoi, duke dokumentuar çdo moment, i vetëdijshëm se po bëhej dëshmitar i diçkaje që pak kush mund të kuptonte plotësisht. Një punojnëse spitali ndante rregullisht punën e saj natë në morg përmes rrjeteve sociale, por kurrë nuk priste të kapte diçka kaq shqetësuese. Gjatë turnit të saj nate, ndërsa regjistronte rutinën, një objekt që duhej të qëndronte i palëvizshëm filloi të lëviz vet. Një vegël pastrimi u lëviz ngadalë, sikur një dorë e padukshme ta manipulonte me kujdes për të mos bërë zhurmë. Lëvizja ishte aq e lehtë sa ajo nuk e vuri re në atë moment. Por kur rishikoi regjistrimin, realiteti e goditi si një grusht akulli. Çfarë force mund të lëviz objekte pa lënë gjurmë? A ndoshta të vdekurit vruajnë lidhje me botën fizike? Një antar i kanalit Robi dhe Penny është plotësisht i lodhur nga ngjarjet e pashpjegueshme që ndodhin çdo ditë në shtëpinë e tij. Objektet bien vazhdimisht nga raftet, tavolinat dhe muret, sikur një prani e padukshme po luan me durimin e tij. Për të zbuluar të vërtetën, ai vendos të përdor një metodë të thjeshtë dhe të vjetër. Ai shpërndan një shtresë të trash mielli në gjithë dyshemene e dhomës kryesore. Kamera ndizet dhe çdo lëvizje regjistrohet me kujdes të plot. Në fillim mbizotëron heshtja, por papritur, disa sende fillojnë të rrëzohen pa asnjë shpjegim logjik. Pas disa sekondash, në miell shfaqen gjurmë të qarta këmbësh njerëzore, sikur dikush po ecën zbathur. Hapat vazhdojnë drejt anës tjetër të dhomës, rrëshqasin lehtë dhe përplasin objekte të tjera gjatë rrugës. Në mes të kaosit, një qirim mbi tavolinë ndizet vetvetiu, duke rritur frikën. Gjurmët kalojnë të gjithë hapësirën dhe ndalojnë papritur,
sikur entiteti misterioz të ishte larguar. Videoja publikohet më vonë dhe shkakton debat të madh mes njerëzve që besojnë dhe atyre që dyshojnë fort. Në misterin e të panjohurës, fëmijët shpesh duket se kanë një lidhje të veçantë me atë që ne nuk mund ta shohim. Ky është rasti i ndarë në YouTube nga përdoruesi McGusto, ku një moment i zakonshëm familjar shndërrohet papritmas në diçka shqetësuese. Në video, një nën dhe një baba bisedojnë qetësisht në dhomën e tyre të ndenjës kur papritmas, vajza e tyre e vogël, i afrohet me një zbulim. Fjalët e saj, të pafajshme dhe prekse, i lën prindrit të shqetësuar. Duket sikur ajo po ndjen diçka që kalon perceptimin normal të të rriturve, diçka e padukshme, por e pranishme. Ky moment ngre pyetje shqetësuese për lidhjet e padukshme ndërmjet brezave dhe për atë që mund të ekzistojë përtej jetës. Fëmijët ndonjëherë ndjejnë të vërteta që ne nuk mund t'i shpjegojmë lehtë. Ky video u publikua në TikTok nga një përdorues i njohur si Sap About to Snap, i cili duket se është jashtëzakonisht i friksuar ndërsa ndodhet në vendin e tij të punës. Video fillon me të duke parë rreth e rrotull me një shprehje të shqetësuar në fytyrë, qartë i friksuar nga diçka që sapo ka përjetuar gjatë punës. Pas tij mund të shihet qartë një derë që hapet dhe mbyllet vetë. Më pas ai hyn në atë dhomë, por nuk shihet askush pranë derës. Një video e dytë, e njarkuar pak më vonë, tregon përdoruesin duke regjistruar diçka në një monitor sigurie që e tremb jashtëzakonisht. Mund të shihet një shfaqje e çuditshme fantazmash në kamerë, por kur personi shkon të hetojë, nuk mund të gjejë asgjë në dhomë. Ndoshta figura në monitorin e sigurisë mund të jetë një artefakt vizual, diçka si shkëlqimi i dritës, probleme kompresimi ose turbullim nga lëvizja për shkak të kamerës që lufton në kushte të dobta drite. Sistemet e sigurisë në vendin e punës zakonisht janë me cilësi të ulët dhe janë të ndjeshme ndaj deformimeve me formë njerëzore. Megjithatë, ajo që e bën këtë shqetësuese është konteksti. Të gjithë punonjësit janë të llogaritur, askush nuk është fizikisht i pranishëm në dhomë dhe megjithatë diçka shfaqet qartë në monitor. Shfaqjet e kapura nga kamerat e sigurisë janë një nga manifestimet më të zakonshme të raportuara në shtëpitë e punës të banuara ose të mallkuara. Qoftë një anomali teknike apo diçka me të vërtetë pa shpjedueshme, fakti që shfaqet vetëm në kamerë dhe askund tjetër është ajo që e bën të qëndrojë. Shpresoj që të zgjidhni këtë situatë shpejt në mënyrë që ne të mund të ndihemi përsëri të sigurt në vendin e punës, duke e bërë ambientin më të qetë dhe duke na lejuar të përqendrohemi në detyrat tona pa frikë të vazhdueshme. Video gjithashtu nxjerr në parë rëndësinë e sistemeve të mirëmbajtjes së kamerave dhe monitorimit të rregullt për të dalluar anomalitë teknike nga ato të pashpjegueshme. Një burr me emrin Jos Robollet publikoi një video në TikTok duke dokumentuar një aktivitet të vërtet friksues në shtëpinë e tij. Në fillim të videos, Jos shpjegon se sapo kishte ardhur nga puna dhe thekson se absolutisht nuk duhet të kishte asnjë njeri në shtëpi në ato orë të ditës. Megjithatë, ai përmend se sapo arriti tek rruga hyrëse, diçka e befasoi menjëherë. Askush në shtëpi, askush fare. Okej, kontrollojeni. Në video, mund të shihni një figurë të errët, qartë të dukshme, duke parë nga dritarja e shtëpisë së Jos. Kur ai vrapon brenda për të hetuar disa momente më vonë, nuk gjen asgjë. Pa shenja hyrje të detyruar, pa prani të vazhdueshme. Është sikur figura të kishte zhdukur në ajër, sikur kurrë nuk kishte qenë aty vërtet. Në videon e dytë, e ngarkuar më vonë, Jos thjesht përpiqet të relaksohet kur dëgjon goditje të forta që vijnë nga një vend poshtë. Natyrisht ai merr telefonin për të dokumentuar atë që po ndodh dhe gjërat bëhen edhe më të frikshme. Një kalit i vogël lëvizës për fëmijë fillon të lëviz vetë. Video përfundon pak më vonë, duke na lënë me më shumë pyetje se sa përgjigje.
Kur të kombinohen të dyja pjesët, ato tregojnë një pamje mjaft shqetësuese. Është një gjë të shohësh një figurë misterioze në një dritare, por pastaj të kesh aktivitet fizik, zhurma, drita dhe objekte që lëvizin vet, kjo sugjeron se mund të jetë më shumë se një episod i thjesht i aktivitetit mbinatyror, qoftë diçka demonike ose diçka jashtëzakonisht e qëndrueshme. Nuk mund t'i fajsohet Jost nëse vendos të paketojë dhe të largohet përgjithmonë. Disa shikues kanë spekuluar nëse kjo mund të jetë një trillim, por nuk ka asgjë përfundimtare që mbështet këtë ide. Gjithsesi, besoni apo jo, nuk mund të mohohet atmosfera shqetësuese që transmetojnë këtë video. Shpresojmë që Jost të ketë gjetur mënyrën për të pastruar shtëpinë e tij ose të zhvendoset në një vend shumë larg. Çfarë mendoni se po ndodh këtu? Diçka mbinatyrore apo diçka krejtësisht tjetër? Lëreni mendimin tuaj në komentet më poshtë. Një përdorues interneti tregoi se gjatë fëmijërisë së tij përjetoi një moment që nuk arriti ta harronte kurrë. Ai kujton se një ditë, ndërsa shikonte televizor vetëm në shtëpi, u shfaq papritur një reklam që i shkaktoi një ndjenjë të fortë shqetësimi. Nuk kishte zëra të lartë, as pamje të dhunshme, por atmosfera ishte jashtëzakonisht e rëndë. Reklama ishte transmetuar shumë vite më parë në Kili dhe, sipas kujtesës së tij, u shfaq mes programeve për fëmijë. Pamja tregonte një dhomë të heshtur, me një dritare të ndriçuar nga një dritë zbehtë dhe e ftohtë. Gjatë gjithë videos nuk ndodhte asgjë e qartë, gjë që e bënte tensionin të rritej ngadalë. Fëmia ndjeu të ftohtë në trup, pa e kuptuar arsyen. Ishte sikur dikush po e vëzhgonte nga ana tjetër e ekranit. Me kalimin e viteve, kujtimi vazhdoi ta përndiqte. Ai vendosi ta ndajë historinë në internet për të gjetur nëse dikush tjetër e mbante mend të njëjtin metrazh. Shumë njerëz pohuan se e kishin parë, por pak mund ta përshkruanin saktë. Disa thanë se ndjenin ende ankth kur e kujtonin. Detaji më tronditës shfaqet kur vështrohet me kujdes xhami i dritares. Aty duket ajo që ngjan me një fytyrë skeletore, me sy plotësisht të errët dhe të funduar. Pamja zgjat vetëm disa sekonda, por mjafton për të lënë frikë të thellë. Nuk ekzistojnë arkiva zyrtare të reklamës. Disa mendojnë se ishte eksperimentale. Të tjerë besojnë se ajo figurë nuk duhej të ishte aty. Ndoshta ishte iluzion, ose ndoshta diçka tjetër vendosi të shfaqej për një çast. Dhjetë vjetë frym është një kanal pak i njohur në YouTube që ka publikuar vetëm 4 video gjatë 11 muajve të fundit, por fakti që është i panjohur nuk do të thotë se përmbajtja e tij nuk është shqetësuese. Përkundrazi, në një nga videot më të frikshme, pronarët e kanalit vendosin të eksplorojnë një tunel treni të braktisur, i njohur për reputacionin e tij si i mallkuar. Vite më parë, një burr i quajtur Spencer humbi jetën atje kur treni ku po punonte lëvizte shumë ngadalë dhe kabina u mbush me monoksid karboni, duke i shkaktuar vdekjen. Gjatë pjesës finale të hetimit, ekipi ecën ngadalë përgjatë tunelit, i cili është aq i heshtur sa mund të dëgjojë rënien e një gjilpëre. Burri që po filmon i drejtohet çdo shpirti të mundshëm në zonë dhe e pyet nëse ka diçka për të thënë. Pikërisht atëherë ndodh diçka e pazakontë.
Edhe pse ne nuk mund ta dëgjojmë qartë zërin, krijuesi i videos pohon se dëgjoi një zë që tha: "Kam qenë këtu për një përjetësi." Një përdoruesi i YouTube me emrin Elektrikaman ndau një video të shkurtër por shumë shqetësuese që tregonte një aktivitet mjaft të pazakontë në një shtëpi që supozohet të ishte e shpjetësuar. Kur ai filmoi gjatë natës së vonë, u përball me një skenë të çuditshme. Në fund të shkallëve mund të shihet një siluetë e vogël në lëvizje. Muri thotë se nuk e kishte vënë re derisa rishikoi regjistrimin. Për shkak të madhësisë së saj, duket si figura e një fëmije të vogël, por mbetet një misteri plot. Shumë shikues kanë spekuluar për natyrën e kësaj figure, duke sugjeruar se mund të jetë një hije, një iluzion i dritës, ose ndoshta diçka më e çuditshme dhe paranormale. Disa thonë se sjellja e siluetës është tepër e paqëndrueshme dhe nuk duket si një lëvizje natyrale, gjë që shton ndjesinë e frikës. Videoja e shkurtër ka nxitur shumë diskutime dhe komentet janë të ndara, duke lënë shikuesit të mendojnë për atë që kanë parë. Çfarë mendon ti se mund të jetë kjo? Në janar të vitit 2011, një burr në Oslo, Norvegji, filloi të dëgjonte zhurma të çuditshme, nga dyert që hapeshin vet deri te hije misterioze që shfaqeshin përpara tij. I intriguar, vendosi të fillojë të gjiroj me kamerën sa zhurmat e pazakonta filluan të ndodhnin. Ndërsa endet në korridoret e hotelit John Grant gjatë natës, YouTuberi Crossing War Paranormal arrin të kap një EVP mjaft interesant. Ai u kërkon drejt për drejt shpirtrave të komunikojnë me të, duke thyer heshtjen e rëndë që mbulon ndërtesën e vjetër. Pak çaste më vonë, ai ndalon për të dëgjuar pajisjen e regjistrimit dhe ajo që kapet është thellësisht shqetësuese. Një zë i qartë duket se i thotë të pres, sikur një prani e padukshme po përpiqet ta mbajë aty. Pas dëgjimit të një zëri të tillë në errësirë, pak njerëz do të kishin guximin të qëndronin edhe një sekond më shumë.